Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës Gaforës. Do bëjmë leximin e radhës për ju. Për kësaj radhe kur I kam hapur letrat, pyetja ime ishte po apo jo. Për çfarë do lloj dëshire, synimi, qëllimi, realizimi, pyetja ishte po apo jo. E kaluara, e tashmja, pengesa dhe ardhmja. Të dashur, kemi mbretëreshën e shkupive nga e kaluara. Në të kaluarën Gafori ka treguar forcë, vetbesim dhe pasion. Kjo letë tregon periudhën kur ka luftuar për veten dhe për gjithë ata që ka patur përreth. Ke qenë aktiv dhe ke provuar të mbash gjallë diçka që mund të jetë si marrëdhënie, një ëndër apo një projekt të dashur Gafor. Zemra ka qenë plot zjarr, por pas kësaj, kësaj tempoje të zjarrt, ka pasur shumë lodhje emocionale. E tashmja tani është një moment I mirë, është 4 të shkupive që shkojë letër e mirë për një stabilitet, për të festuar diçka të vogël, ose për të ndjerë një formë sigurie. Kjo letër shpesh tregon në fakt të dashur Gafor një bazë të fortë, një marrëdhënie që mund të ecë, një shtëpi apo një ndjenjë që po konsolidohet. Energjia është shumë pozitive dhe përgatit terrenin për po të dashur Gaforë. Çfarë është pengesa juaj? Kjo është një plagë e brendshme të dashur Gaforë. Plaga e brendshme e juaj është ndjenja e mungesës, e përjashtimit ose e mos vlerësimit. Gjërat që nuk do të thotë patjetër, por diçka është duke u penguar. Unë numërova disa. Ke frikë të mos mbetesh vetëm apo të mos humbasësh përsëri atë që ke fituar. Kjo frikë krijon pengesën në rrjedhën natyrale të posë të dashur Gafor. E ardhmja është 2 të kupës që është e shkëlqyer, një lidhje fort, pajtim, bashkim apo ofertë e ndërsjell. Zemra dhe energjia e dikujt të tjetër takohen në mënyrë të ndershme, ta quaj, në mënyrë pa e analizuar, pa e menduar, një po e qartë për bashkëpunim, dashuri ose marrëveshje e sinqertë të dashur Gafor. Pra, po, energjia përfundimtare është një po e qartë që vjen përmes ndjenjës dhe hapjes. Por Gaforia duhet të lërë pas frikën e mungesës, ajo s'është më jashtë derës, tani është brenda, e pranuar, e dashur dhe mbështetur. Këshilla që mund t'ju jap të dashur Gaforë, mos kërko sigurinë jashtë vetes, ti e dashur dhe e vlefshme siç je. Kur e ndjen këtë, poja jote nuk vjen nga frikat, por të mos e humbur, por nga gëzimi për të ndarë dashurinë të dashur Gafor, është një po e madhe.